Ka përfunduar së rikonstruktuari ura vjetër mbi Lumindrin në qytetin e Lezhës, e cila nga tej amortizimi i saj ishte bërë thuajse pakalueshme si nga automjetët dhe këmbësorët. Në ceremoninë e provurimit merrnin pjesë kreu i bashkisë Viktor Tushaj, deputeti Gjovalin Kadeli, qytetar të Lezhës dhe emigrant të ardhur për pushime. Unë sot ndjej kënaqësi që të bëjmë inaugurimin e kësaj ure sipas atyre parametrave të parashikuara në projekt. Por s'pari do të gjeja rastin të falenderoj Fondin Shqiptar të Zhvillimit për akordimin e fondit. Së dyti do të doja që të përgëzoj kompaninë ndërtuese e cila në një kohë rekord bëri të mundur ndërtimin, rikonstruksionin e kësaj ure. Projekti për rehabilitimin e kësaj ure mbi shekullore është shumë i rëndësishëm edhe për faktin historik se në këtë vend patriotët lezhjanë më nënkrye Gjeto Cokun me 4 dhjetor 1912 ngritën flamurin kombëtar. Me mbështetjen financiare të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, ura vjetër e qytetit të Lezhës është kthyer në gjendjen e mëparshme duke ruajtur vlerat arkitekturore të saj dhe gjithë elementet e sigurisë në kalimin e këmbësorëve dhe automjeteve. Për të garantuar jetëgjatësinë e urës, drasat prej druri thuajse të kalbura janë zëvendësuar me konstruksione metalike. Rikonstruksioni i kësaj ure me vlera historike do të zgjidhë përfundimisht nevojat e kalimit për nxënësit e shkollave, gjithë komunitetin e Lezhës, por do të shërbejë edhe si pikë shfryrje e trafikut të automjeteve në ditë të ngarkuara.